Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Prezantova, thash profesoreshën Majlinda Brega, si po për shkak se njihemi prej vitit 2000 kam përshtypjen, me njëherë pas luftës, po i hekim këta titujt. Majlinda. Po i heqim e njëherë Majlinda, në fakt nuk më pëlqejnë për as një lloj formati titujt. I mundohem që t'i evitoj dhe atje ku duhet. Për ndryshe të dëgjova se ç'a the. Faleminderit shumë. Formati i emisionit është i tillë që ne nga njëri prej të ftuarve kërkojmë të shkruaj një letër për veten. Ke shkruar 5 romane, ke shkruar shumë studime që i ke publikuar në revistat ndryshme, a i ke shkruar letër vetës ndonjëherë? Jo. Në ndonjë formë kështu? Hera e parë. E gjëja që kam bezdi më shumë është kur shkruaj CV-n, se duket një lloj dush me shkru sa më mirë për vete, po njëkohësisht edhe sa më modeste, se ndryshe kur e fryn shumë, nuk ta lexon njëri CV-n. E tash me shkru letër ishte dyqysh. Nuk ishte e lehtë. Këto vargje që janë poetike, apo janë kështu të drejtë për drejta, ma shumë gazetareske? Janë të drejtë për drejta, nuk më pëlqejnë shumë këto drejtit, këto gjarat, jo. Atëherë me shumë kënaqësi po të dëgjojmë të shohim se çfarë fjalësh i ke thënë vetës. Okej, mos më tallni pastaj, jo? Jo, në asnjë mënyrë. Majli, Maja, Lin, Mazhlinda, e dashur Majlinda, të gjithë emra që të etiketojnë në kohë, vende, forma e përmbajtje të ndryshme. Se cili asnjëherë i plot, vetëm një dimension. Ashtu si e vetë, e fragmentuar, e thyer, e paplot, e sërish shumë. Po të kisha mundësi të t'i mblidhja të gjitha copat, nuk besoj se trupi im do të mjaftonte të mbante. Ndaj më mirë kështu, natyra e gjen gjithmonë ekuilibrin. Me rëndësi është të dish të qëndrosh. Si atëherë, kur për herë të parë pe një kal nga afër, e të thoshin të ngjiteshe. Kali gjigant t'i hidh të syt, i shikoje vetëm bishtin e shtrëngoje zemrën. Kishe turp të tregoje se kishe frikë të ngjiteshe atje lart. Ashtu si gjithë fëmijët që nuk e përshkruajnë asnjëherë luftën që ju ndodh brenda. A i kali murm që vraponte si i marë drejt malit, të mësoj ta luftoje frikën. Se frika nuk është reale, është vetëm një koncept abstrakt, që jeton vetëm nëse ti nuk e vret. Ja sot je këtu, në një vend sa egzotik aq modern, në një vend që gjithmonë e ke dashur edhe kur se kishe parë, ndonjë edhe mund të pyes, a është e mundur kjo? Ti qeshe nuk përgjigjesh. Do doje t'i tregoje që arbreshët jetuan me shekuj kështu, duke dashur moren pa e par kur. E dashur vete, unë të shoh ty çdo ditë, kujdesen për trupin, e veçmas për shpirtin tënd që mos të njolloset. Po ti jam she mua? Nëse po, bëma një shenjë, sa herë po bëj më pak se ç'duhet, më pak se sa mundem, e më pak se sa dua. E për fund, mos harro me kontrollu shporetin, me fik dritat, e mos i harro qelsat brenda sa herë del nga shtëpia. Okej, interesant. Nisim nga fundi. Nga këto i harrove qelsat? E ke fik shporetin? Nuk e... Ke fik dritat? Besoj, dritat nuk jam e sigurt, po shporetin po, se e kontrollova. E piva një kafe para se të vija, jam e sigurt që e kam dalë. A janë këto gjërat e vogla që duken pa rëndësishme ato që na bëjnë të jemi këta që jemi? Ajo, mendoj që është jeta. Të gjërat e mdaja janë për një moment edhe janë për kohë shumë të shkurtër. Jeta e vërtet bëhet nga gjërat e vogla, nga një gotë ujë, nga një kafe që e pim bashkë, nga gjërat e përditshme. Ato është mirë që t'i kuroj njeriu edhe të kujdeset për to. Unë ndonjëherë edhe flas me ato gjërat e vogla. Se ato janë zgjerim i yni, i vetes. Çdo gjë ku e lë një libër, ta kam sjell një libër. Okej, faleminderit. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Ama kjo nuk është e gjërat e vogla. Kjo për mua është e gjërat e mëdha. Faleminderit. Faleminderit. Në momentin që libri del në
publik. Unë zakonisht vuaj nga jo sëmundja që as mos t'i lexoj më librat e mi. Dhe kështu gaboj pak, sepse për shembull nuk kam qenë i vetëdijshëm, ti e përmendje me herët gërsheti i prerë, nuk kam qenë e vetëdijshme që kopertinën e gërshetit prerë ka bërë profesori Luan Tashi, një artist i madh, sepse nuk i shikoj asnjëherë, më vjen diçysh. Kam frikë se mos zgënjehem, kështu që preferoj ta mbyll, nuk e di se çka kam shkruar. E kreva punën time unë. Disa gjëra i the në letër, ja the vetës, në fakt, të mos njolloset shpirti. Sa është e mundur në këtë kohë? Ta ruajmë shpirtin të pa njollosur. Po, bile mos ta njollosim shumë, pak ban. Pak ban. Është e pamundur sepse konteksti ku jetojmë. Edhe gjithkund nuk është që është ndryshe në vende tjera, po këtu ne është krijuar si një lloj mentaliteti që njerëzit gjithmonë do ankohen, gjithmonë do përqendrohen te gjërat jo shumë të këndshme. Është në gjuhësi është kjo quhet framing, një kornizim që ti zgjedh elemente të caktuara edhe në bazë të atyre elementeve e pasqyron një realitet. Te ne, në përgjithësi kudo në ambiente, njerëzit edhe miqtë tanë përbashkët, përzgjedhin ato elemente që nuk të bëjnë të ndihesh mirë. Edhe është krijuar një si mentalitet i përgjithshëm. Unë mendoj që nuk kemi shumë arsye për t'u ankuar, domethënë s'më duket që ndrojmë shumë nga kulturat e tjera, po të përqendroheshim pak më shumë te gjërat më pozitive, ato që ne na frymëzojnë, vetëm së pari do jetonim më mirë, po dhe do t'i bënim edhe të tjerët të ishin mirë kur janë me ne. Se imagjinoj një njeri që vetëm ankohet, i pi një herë kafe, herën e dytë e pi, që shi thonë një shprehje italiane, ogni morte di papa, sa herë vdes papa. S'mundesh me përballu frustrimin e të tjerëve. Majlit, jemi një gjenerat që jemi rrit me shumë vlerësime, mendime pozitive për ne, për qenjen tonë si shqiptarë. Sepse kishim fajtor gjithmonë. A vazhdojmë të kemi fajtor akoma pse ai framingu jonë nuk është ai që duhet jetë? Dhe po ikim nga përballja me veten, nga të akceptuarit e vetës, ashtu që jemi e pastaj ta përmirësojmë. Po sepse kemi ne pasqyrat i përdorim kështu vetëm për t'u grimuar. Zakonisht jo pak përtojmë diqysh me pa veten, me shkrujt këtë letër, është një lloj refleksioni gjithsesi që ti edhe është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë pak me komuniku me veten, me të vërtet me pyet pak po çfarë dua vërtet. Çfarë është ajo gjëja që mua më bën mirë dhe çfarë unë mund të bëj? Tani në teori jemi gjithë zotët për të shitur morale, gjëra, po vërtet sa shumë kohë e humbur është koha për gjëra të pavlera, ose për gjëra që të bëjnë të ndihesh jo mirë. Është kohë e humbur. Ne nuk kemi aq kohë, sepse faktikisht ne jemi të bërë prej kohës, jeta jone çka jemi kohë. Një kohë që nuk kthehet më asnjëherë mbrapa. Që në çdo sekond vetëm shkon, vdiq. Kjo sekonda që folëm, vdiq. Nuk është më. Kështu që ti më u kujdes pak për atë kohën personale. Faleminderit shumë. Edhe diçka tjetër mbajta në mend, frikë, e përmende frikën. Nga çka ke frikë sot? Nga asgjë. Nga asgjë? Jo. Ke arritur? Aty? Një ditë djali i vogël, më tha, po flisnim për sport, më duket, edhe kisha një garë, tha, mamë, tha, ti tha, nuk e frik nga asgjë, çfarë njeriu je ti kështu, për çka je e bërë? Mendova, tha shumë. Unë pa frikë. Mendova pak se çfarë i transmetoj atij. Sepse thot, kjo është e çmendur, kjo ndonjëherë flasim për mirin, ka lindur në diktaturë, edhe unë i tregoj që shka qenë, a i të merrohet nga gjërat, pastaj ka qenë lufta në Kosovë, ka qenë kështu, ka që s'ka pas rrymë, kanë qenë shtëpitë e djegura, njerëzit nuk i kanë ditë njerëzit, ku i kanë e plot gjëra, ai ka shumë... Si një film horror.
ka shumë të vështirë që ta kuptoj. Kështu që normal që i duken të gjitha gjëra shumë të mëdhaja për një fëmijë që jeton në Toskana, ku çdo gjë është e butë, chill. Njerëzit nuk e keqa kisha më thënë, po, e keqa sot e perëndimit që e quajmë, është pikërisht kjo, se në momentin kur në lajme shikojnë një lajm negativ, menjëherë ndrojnë kanalin, nuk duan ta shikojnë. Refuzojnë që ta shikojnë. Përballën. Refuzojnë, nuk duan. Ndërkohë që te ne, kjo është një dallim që do ta kisha bërë, ne jemi pikërisht të fokusuar te ato gjëra. Majlin, do të flasim tani për gazetarin, po e kalojmë letrën, këtë përballjen me veten. Je gazetarja e fundit, me sa e diun, që e ka intervistuar atë Zef Plumbin. Disa kohë para se të vdiste. A është ky një nga ato momentet e krenarisë dhe asaj që bën të ndihesh e lumtur që e ke intervistuar një personalitet tillë? E lumtur gjithsesi. Krenare nuk e di, nuk më pëlqen krenaria, po unë aty kam qenë thjesht në momentin e dur, në vendin e dur, kam qenë thjesht me fat. Kështu që nuk e quaj veten krenare pse dikush është me fat në një moment caktuar. Pse me fat, ti vete ke kërku, vete ke planifiku? Vete kam planifiku, kam luftu me shku me bë, po si do që tjetë mund të kishte qëlluar dikush tjetër, nuk është ndonjë arritje ajo. Arritja është, do me thënë, më vonë u bë e rëndësishme, se ndoshta edhe fati i keq, apo nuk e di, mirë, absurd që atë Zefi pas 2 javësh vdish, dhe mbeti si një lloj testamenti. Dhe faktikisht sot kur e mendoj vërtet, ai mblodhi gjitha forcat që kishte të fundit, forcat e fundit, se unë nuk do ta harroj kur në momentin kur unë shkova te dhoma ku ai rrinte, dhe ai ishte ulur me atë bastunin e vet dhe më ka parë me ato syt si një ujk i vërtet. Dhe unë nga ajo dashuria e madhe ula në gjunjë, doja t'i puthja dorën, po e pa ditur. Ai veç më ka shtyr me forcë, por me shumë respekt, sepse franceskanet nuk lejojnë që t'ja puthësh dorën. Me shumë dashuri dhe me shumë respekt, dhe ka ndenjur me mua mbi 3 orë. Kur më ka quar te vendi ku i kanë torturuar atë Zefin dhe të tjerët. Akoma aty qëndron ai kryqi i madh, ku i kanë lidhur dhe i kanë torturuar, dhe qelit. Tani, në librin e atë Zefit, shkruan të që në atë qeli ishin ndoshta 10 veta, nuk e mbaj më në sakt numrin tani. Kjo, tha, është qelia ime, dhe unë kur e pash vendin që ishte aq i vogël, ajo qelia aq e vogël, u shokova, se nuk mund t'i imagjinoj, që në një vend aq të vogël të kenë ndenjur 10 vetë. Edhe atë Zefi qeshte. Dhe me thënë, e përballonte të gjitha të ndodhi me një forcë të papar, me një forcë të atillë sa që mua ma ka ndruar jetën. Personalisht ma ka ndruar jetën. Ka pas impakt shumë të fuqishëm dhe unë. Për arsye sepse sa herë ndonjëherë ndodh që jemi gjithë keq, i kemi momentet tona më të ulta, them, më bjen në mend, them, çfarë kanë kaluar të tjerët, kjo nuk është asnjë gjë. Dhe do me thënë gjen një forcë të përjetimet të dhimbja e të tjerëve. Ndoshta është egoizëm, nuk e di, kur mendoj se ata njerëz kanë rezistuar, janë përballur me gjëra të tmerrshme, të pa imagjinueshme, dhe në fakt atë Zefit e libri i tij thot, nuk i kam shkruar gjitha gjërat, se nuk doja ta bëja librin të pabesueshëm. Do me thonë, aq të pabesueshme kanë qenë ato. Pse e kërkove këtë intervistë? Pse doje ta bëje intervistën? Çfarë të nxiti? Ose me çfarë iniciative u nise? Sepse lexova librin, sa kishte dalë libri ishte për nxitje. Për 3 ditë
2-3 ditë nuk kam bërë gjë tjetër përveç se kam lexu librin, kam qarë dhe kam vazhdu e kam lexu. Jam tmerrua, i libër ma ka përmbysur komplet historinë që unë dija për veten time, historinë për vendin tim, dhe kam shkuar në Shqipëri, kam kërkuar që të bëj intervistën me Atzefin. Kur kam thirrur në telefon, një nga ato motrat më ka thënë, Majlinda, më vjen keq, po Atzefi nuk është mirë me shëndet. Nuk është fare mirë, kështu që nuk mund ta bësh intervistën. Kam thënë, okej, nuk ka gjë veç, a mundem të vi veç ta takoj. Nuk bëj intervistë asnjë gjë. Mirë, ta po flas me Atzefin të tregoj, kur më ka thirrur në telefon, pas 10 minutash, tha, Atzefi jam. Edhe unë, Atzef, dua të vi vetëm të shoh. Ti do vish të më shosh, po me kamerman me vete. E atërë, ka qenë e gjitha, ndonjëherë janë ca gjërat pa shpjegueshme. Prandaj them që nuk krenare ndjem e lumtur që kam qenë me fat që e kam bë. Faleminderit shumë Majlinda për këtë rrëfim. Këto pra paskenat realizimit intervistës dhe ndjesit që i ke përjetu, sepse aty natyrisht që vetëm ke bërë pyetje, ke luajtur rolin e gazetarës, e sot po e shpreh. Ka qenë viti 2007. Ndër tjera ai flet edhe për Kosovën. Akoma nuk ishte bërë shtet. Pse e pyete për Kosovën? Po, sepse Kosova është pjesë, që mund të ndaj? Si mund të ndaja? Nuk e kuptoj se si mund të ndaj, është më tepër që unë bëja një intervistë, do me thëmë, për televizionin e Kosovës, dhe ai kishte një mesazh që donte t'ia linte Kosovës, dhe i ka thënë një mesazh shumë të fortë. Mos ndiqni modelin e Sali Berishës. Jo për politik, jo për politik, por në flas në atë, mos ndiqni modelin me lidhjet ekstremiste. Okej. A e ndjekim pikërisht këtë deklaratë? Ta shkëputim dhe ta kujtojmë. Okej, faleminderit. Sa ka faj regjimi i Enver Hoxhës për gjendjen e Kosovës, lënien anësh të çështjes Kosovës, anash përjashtuar nga çështja kombëtare shqiptare? Atë ka që njërin më të besueshëm të vetin, Rami Zalinë, i cili ka tradhtu Kosovën. E pse thoni kështu? Pse është kështu? Shikjo. Asë kohët, kosovarët nuk e kishin ndërthu armët. Ishte Shaban Pëlluza, i cili kishte 10.000 forca. Shkoj Rami Zalia, e jo mu si menën Kosovarëve që të dorëzohen të nëse nuk e gjanë kur gja. Edhe më nej, të njëta që në përshkatu pa hindi barë, se për e ty në janë kënë. Në Ramizi, bote që ati thote e në veri, ose që ati thote në gjmija. Po, kjo ka marrë në qafë Kosovën. Si e shikoni ju, Patërzef, të ardhmen e Kosovës? Të ardhmen e afërt? Të afërt, dyshoj. Kam dyshim se a ka me hi në Europë, kanë më kanë ashtë me që më Kosovarët që me hi në Europë, apo me shku më bashku me venet arabe, si që pa të më bënë në shqiptarët. Me Sali Berishën. Kjo pra ishte ajo deklarata. Jo vetëm kjo, po edhe disa deklarata tjera qarkullojnë në rrjetet sociale, edhe sot e kësaj dite. Si i sheti? Shpesh mi qojnë studentët, thënë, prof, a je ti këtu? Thënë, po. Më vetëm i kaloj, nuk është që mbaj ndonjë efekt, do me thënë, s'është me imja ajo, është pjesë
pronë publike, është e gjithve. Kështu që më vjen mirë që qarkullon, sepse mendoj që sido që tjetë njerëzit, gjërat kur qarkullojnë, do të thotë që ka një nevojë për ato. Njerëzit ka nevojë ta dëgjojnë, ta ridëgjojnë dhe tua përcjellin të tjerëve. Do me thonë, është një nevojë kolektive, bile është ajo pjesa ku thotë armiku thotë më i madhi yni jemi vetë ne. Është ndoshta ajo që ka folëm në fillim. Ne pak e çmojmë veten tonë. Ndërsa unë mendoj që ne jemi një popull shumë i mirë. Edhe mendoj me shumë sinqeritet. Okej, faleminderit shumë. Faleminderit. Ne vetëm e morëm të pjesë për ilustrim, me qenë se lidhej për Kosovën, jo për ta diskutuar apo për ta analizuar, sigurisht le ta analizojnë të tjerët, varësisht se për çfarë ju duhet dhe ju shërben. Dua të flasim për librat. 5 romane. Ikje, Fillimi i një fundi, Gërsheti i prerë, Stina e pestë, edhe Shtëpia pa pasqyrë. Kjo tjetra këtu? Një lule. Pjesë e fotografisë. Po, ka qenë ndonjë dhuratë, sigurisht ndonjë lexuesi, po. Tani, kush je ti kur hesht dhe kur nuk shkruan? Kur nuk shkruaj, kur nuk shkruaj letërsi, do me thënë, kur nuk atëherë do t'jem sigurisht duke bërë ndonjë studim gjuhësor. Unë merre me analizë diskursit, analizë kritike të diskursit politik, kështu që sigurisht do jem duke studiuar ndonjë nga politikanët tanë, ose të tjerët, duke analizuar ashtu fije më fije, jo vetëm në aspektin verbal, por edhe jo verbal, ose do jem duke bërë boks. Boks? Okej, një mënyrë për të hequr stresin, apo... Është një hobi që më pëlqen edhe më knaq, të me thënë shumë, edhe po duket sikur jam mirë në boks, shumë mirë. Kështu që më pëlqen, ose do jem sigurisht duke shëtitur me qenushkën time. Okej. Më thënë, gjithmonë e ke pas nga një qenë, duket? Jo, kohët e fundit, e kam 2 vjetë që e kam një qenë. Nata, e ka emrin se është e zezë si Nata, edhe e ka marrë nga Prishtina, edhe shumë e lumtur në Toskanë. Okej, Shtëpia pa pasqyrë. Ka shtëpi të tilla? A mund të jetojmë në një shtëpi të tillë? Po në fakt kjo është ajo sfida, sepse jetojmë në kohën e telefonit, të selfit, 100.000 foto për ta zgjedhur një më të bukurën, e zgjerojmë, e zmadhojmë ashtu veten që të jemi perfekt në çdo detaj. E unë mendoj që pikërisht është kjo, në pak shtëpi mendoj kanë pasqyra. Pasqyra kështu reale kemi ne, po i kemi vetëm për fasad, për t'u parë. Pasqyrë pak që shkon pak më përtej asaj. Se cili titull është i veçantë, shtyn me të pyet, pse ikje për shembull, Fillimi i një fundi, ose pse Stina e pestë, cila është Stina e pestë? 4 ne i dim. Stina e pestë është Stina e baronit Nopça, i cili ka qenë... Stina e pestë bazohet, është i vetmi, po është një roman që bazohet në histori të vërtet. Baroni Nopça, që ka qenë një nga njerëzit më brillant të shekullit të kaluar, më brillant, ka qenë jashtëzakonisht i dashuruar me këtë popull, ka jetuar shumë vjetë në Shkodër edhe në Kosovë, dhe aq i dashuruar me shqiptarët, sa që ka luftu për në shqiptarët. Me thënë, shikoni fotografin që unë e kam zgjedhur aty, është ai aty, ai ka luftu me shqiptarët për pavarësinë e Shqipërisë. Ka qenë një njeri shumë i pasur, i cili nuk ka pas nevojë të punojë tërë jetën dhe nuk ka punuar tërë jetën, po ka punuar në aspektin, ka qenë shkencëtar, i jashtëzakonshëm sot në shkencë njihet si babai i dinozaurëve. Sepse ka qenë i pari që ka zbuluar një fosile të dinozaurëve në Transilvani, ka pas në tokën e një vile të tij, dhe kur është kthyer në Vjenë te profesori vet për ta analizuar, i ka thënë profesori, shko ktheu mbrapa, studioje vet.
Kështu që Nopça çdo gjë në jetë e ka bërë si autodidakt. Si autodidakt. Dhe ka qenë i jashtëzakonshëm. Deri vonë 70% të hartave që ne kemi. Nga kjo lidhja jote me ta. Thjesht e kam bler, ato studimet që ka bërë Nopça për gjuhësinë. Për gjuhësinë, pra është profesioni gjuhësisë, ajo që... Po, sigurisht po, fillimi, por kur Robert Elsi ka botuar në anglisht ditarin e Nopçës, të cilin e kam bler, aty jam mrekulluar nga gjërat që kam lexuar, dhe ajo ka qenë ajo shtytja për ta rikrijuar atë jetën e tij, por tashmë jo si një ditar, po si një film. Fiction, që njerëzit ta imagjinojnë, ta prekin, ta shohin ku ka shkuar. Për shembull, e kanë marrë këtu në Kosovë, për shembull, e kanë marrë peng, ande nga Dukagjini. E kanë marrë peng, kanë kërkuar diçka, e mënyra se si ky ka dalë tani bashkë me Dodën, shokun e vet, si kanë dalë nga ky bajraktara, si ta quajmë në atë periudhë, është shumë interesant. Ka qenë një aventurier i madh, dhe të mendojmë që atëre ka qenë koha la belle époque në Europë, ku këta të rinj të pasur, të bukur, kanë qarkulluar në për Europë për aventura të ndryshme. Në fakt, shumica e tyre kanë ardhur në Shqipëri për aventura, sepse Shqipëria në atë periudhë ka qenë si një vrim e zezë. Dhe është konsideruar... Ama janë ndeshur me atë që, po e themu kështu, si një lloj sindromi i Shqipërisë, që janë dashuruar me Shqipërinë. Faktikisht, edhe kur e mendon, shiko Robert Elsi. Robert Elsi e ka varrin sot... Ka kërkuar me testament. E ka kërkuar këtu dua të varrosem, te kisha e Thethit, dhe fjalimi i fundit që Robert Elsi ka mbajtur në Shqipëri ka qenë pikërisht për Nopçën. Ne shpesh kemi disa gjeni përpara, dhe ne nuk e dim që i kemi. Nuk e dim, nuk i shohim njerëzit që i kemi afër. Gjithmonë kërkojmë diçka, një gjenialitet diku tjetër, se s'mundet ky me qenë edhe gjeni edhe me qenë shoku im. Ja, me qenë me ja, s'ban. Prandaj jemi pak naiv. Jo pak në harmoni me atë thënien e Axefit. Ja. Tani, si, a muj me të qujtë romanciere? Me qenë se gjitha romane, apo... Qumë qatush. Oke, unë po të quaj romanciere. Ku jeti? Në cilin prej këtyre romaneve? Ku jeti? Ma shumë, se në gjitha e nga pak. Po në gjitha, atë isha duke menduar, jam në gjitha nga pak. Dhe të gjitha jam nga pak, sepse artisti, çdo vepër e artit është një refleksion që ka mbi veten, mbi gjitha, po ajo çfarë dallon, dhe unë dua të më dalloj nga të tjerët, është që romanet mos të jenë pasqyrimi i jetës sime, se jeta ime unë jam kurkushi për me bëj jetën art. Më ka bërë përshtypje një herë, pyetja që bëre shumë interesante. Një aktore, Vlora Merovci, kur u takova për herë të parë me të pim kafe, kështu, edhe unë fola për djalin. Thash djali im kështu. Djali? Pse tha, nuk e ti vajzë? Thash, jo. Ajo saj kishte lexuar Gërshet i prerë, dhe aty personazhet janë 3 gra, do me thënë nëna, vajza dhe gjyshja, 3 gjenerata grash, dhe shumica e njerëzve, kur e kanë lexuar romanin, e kanë identifikuar atë personazhin me mua, do me thonë kjo ka folë për jetën. Që ti e vajza. Që unë jam gruaja, që kam problem me vajzën time adoleshente, se aty është një personazh, një grua, që ka një konflikt përhershëm me të bijën, konflikt shumë të fortë me të bijën, dhe pastaj është gjyshja, do me thënë nëna e saj. Edhe shumica e lexuesve e kanë identifikuar me mua, se unë dhe me qëllim kam luajtur pak, e kam lënë dhe historia zhvillohet në Livorno, ku unë realisht jetoj, po ajo ka qenë i qëllimshme. Edhe njerëzit kanë menduar. E kanë lidhur. Tani, a janë të gjitha të botuara në Kosovë? Po. Të gjitha në Kosovë. Me thënë një fjerake që erdhi për studiuar fillimisht, për të punuar
dhe krijimtarinë e ka në Kosovë. Si duket kjo? Okej. Jo për të bërë ndarje Tiranë, Prishtinë, po ti je një personazh që i ke një 3 pasaporta, më duket. Okej, nuk mos flasim për këto gjëra. I shikoj që shumica e kolegëve të mi që shkruajnë këtu, me si presin të botojnë në Shqipëri. Se ju duket sikur kur botojnë në Shqipëri, bëhen shkrimtar më të mirë. Unë mendoj që nuk të bën shkrimtar më të mirë ku as shtëpia botuese, as vendi ku e boton, ose je, ose nuk je. Sepse është një problem i tillë që nëse një herë të vetme e dëshpëron lexuesin, ti mund të bësh reklamën më të madhe të botës, ai lexues nuk do ta marrë më kurrë një libër të tëndin. Një herë pim macja uthull, thonë, edhe një herë do ta marrë. Kështu që, shumë nuk e di se cili ka arsyet e veta pse boton në Shqipëri, mua më është dukur jo korrekte, që unë këtu e kam një pjesë shumë të rëndësishme të jetës sime, edhe më duke sikur një lloj tradhtie që po ja bëj, po shkoj atje se atje më bëjnë më shumë reklam, njerëzit ndoshta thonë që lexojnë më shumë, librat shiten më shumë, punë e madhe fort. Do t'i vi koha, çdo libër ka rrugën e vet, edhe është e kot sado që ti e shtyn, ka fatin e vet. Këtë e kupton me kohë mbasi. Prandaj kur e boton e len, nuk i kthesh më, nuk e lexon. Jo. Le ta ketë fatin e vet. Po, le ta ketë. Përveç se në rastin, për shembull, fillimi një fundi që lidhet me Atzefin, aty është një personazh prift që e ka emrin Uk, dhe nuk ka prift që ta ketë emrin Uk, po është i qëllimshëm. Edhe pse historia është në kohën, është mbrapa në 1600-ën, por ai personazhi kryesor për mu ka qenë në mendjen time, ka qenë ky prifti më i riu, i cili duhet rezistoj, sepse ka një mision për të bërë, dhe misioni i tij është që t'i shpëtoj librat që janë djegur në manastir, ku janë djegur gjithë librat, me i çu në Venecia. Dhe ishte shumë interesante, sigurisht e patë që dalja e parë e papës së ri në një kish jashtë Vatikanit, ishte në një kish të vogël afër Romës, dhe ai u lut te ikona e Zojës së Këshillit Mirë, e cila ka ardhur nga Shkodra. Shqiptarët, kur ra Shkodra, morën çpatën dhe kuptohet shkuan në Venecia. Shumica e shqiptarëve nga Durrësi dhe lart kanë shkuar në Venecia. Të tjerët pastaj e dim arbreshët në jug, por morën gjërat më të shtrenjta dhe njëra prej tyre ishte pikërisht kjo ikona Zoja e Këshillit Mirë, e 1400-s po flasim, dhe ka qenë studiuesi Italo Sarro që e ka zbuluar. Dhe është shumë interesant fakti sepse papa që u zgjodh edhe para se sa të zgjidhej, është lutur te ajo ikon, dhe pasi u zgjodh vizitën e parë e bëri te ajo ikon, pra lidh shumë me historinë e popullit tonë. Me Shkodrën. Majlinda, faleminderit shumë për bisedën, kënaqësi gjithmonë. Do ta bëjmë një shkputje publicitare dhe kthehemi në pjesën e dytë.
Faleminderit shumë, Zoja, jemi kthyer në studio, jemi bashkë me Majlinda Bregasin. Do të ndjekim edhe një video, surpriz, befasi, dhe kthehemi në studio. Ku ta shoh? E përgëzoj Majlindën për librin e ri. Spari e përgëzoj që po vazhdon të shkruaj, edhe sepse në dinamikën e jetës sotme, ta mbash ashtu një ritëm, një disiplinë, është një arritje shumë e madhe. E kam përcjell letërsinë e saj, librat e saj prej fillimit, si lexuese, spari si mike, por edhe si antare juris Ministrisë Kulturës, kur e kemi shpërblyer. Nuk e kam lexuar ende, se sa po doli ky libri, edhe sigurisht do ta lë ndoshta për pushimet verore. Kam vetëm një pyetje. Libri i Majlindës, libri i Tiranës, për çka do të flet? Përshëndetje profesoresh, ky është një mesazh i shkurt për ju. Mas pari, du me ju thonë që jam shumë falenderuese edhe shumë e fat që një një person si jo. Qysh prej fillimet, kur kam fillu me mësu italishtën me juve në fakultet, që kam kalu në përshtypje është se përveç se jeni profesoresh, jeni edhe një psikologe e mirë, një shoqe e mirë, edhe dini me jap këshilla aty ku duhet, që ka besoj që është shumë e rëndësishme. Unë e shpesh herë le thëmë nëse arri më bo veç sa gjysma juj, kom e qenë shumë e lumëtër. Faleminderit për punën që e bëni për neve. Një pyetje që e kisha pas thot, kish me qenë çka i kish thonë shkrimtarja Majlind sot Majlindës të vogël, vetës të vogël. Edhe pyetja tjetër është, nëse prej krejt librave që i keni shkru, edhe që do t'i shkru në shpresoj, doni me umbajt mend prej njerëzve veç një fjali, çfarë kish me qenë ajo fjali? Okay. Fitoria është e komplikuar. Më spari ju falenderoj që keni zgjedhur dy njerëz vërtet veçantë në jetën time dhe të rëndësishme të dyja. Nerimania si shoqe dhe kolege. Vërtet e ka përcjell çdo gjë që kam shkruar prej romanit parë dhe ka qenë ajo që ka insistuar, i ka bindur këta antarët e tjerë të juris ta lexonin librin, se shpesh juria dhe për ton të lexoj. Ndodh edhe kjo. Po nuk kanë faj, se më thonë, okay. Dhe mbasi e kanë lexuar librin, kanë vendosur që romani Ikje ta marri çmimin Anton Pashku. Edhe gjithmonë do t'i jem falenderuese për faktin se nëse nuk do t'ma kishin dhënë atë çmim, ndoshta unë nuk do kisha shkruar me asnjë gjë tjetër. Seriozisht? Po se ndonjëherë autori i ri është sprova e parë që ti po ban, edhe përballesh me një juri super profesionist kanë qenë, se ka qenë Anton Berisha, Agroni, nuk e di kush tjetër, po janë studiues dhe krijues shkëlqyeshëm. Për mu me rëndësi është kjo që e thej se impakti që ka një çmim për të të motivuar. Sidomos kur jenë hapat para, sepse sot... Kur ki shumë pikpyetje, shumë dilema. Shumë dilema si po pritet, a ja vlen me vazhdu, se është kohë shumë e madhe. Unë romanin Ikje e kam shkruar brenda një 10 vjetësh, me thënë në kokën time ka qenë... Izolohesh, je mbyllur, shkruan, gjithë vetën e mban në kokë kështu, edhe a ja vlen. Po, sidomos autorët e rinj dhe unë vetë sa herë jam në juri, a kam një parim, mundohem të jem njeriu më korrekt i mundshëm. Dhe më ka ndodhur për shembull në jurin e Rexhais Urrojit, ka ndodhur shumë shpesh, po për shembull ka qenë Liri Doni, një shkrimtar nga Shqipëria, që është habitur që ne juria, jo unë, po juria i ka dhënë çmimin e parë, ka thënë, si është e mundur ta unë nuk e njoh asnjë njeri këtu në Kosovë, si ma keni dhënë mu çmimin? Pse duhet me njoft? Ai perceptimi. Sakt. Sepse mundesh ti me fitu nëse nuk e një pyetja që ta bëri Nerimani, i intereson për çfarë do të flas libri i radhës?
Ky apo tjetri? I radhës. Libri i radhës, po. Për herë do ta lexoj. Okej. Libri i radhës nuk ka për të qenë një roman, po ka për të qenë një dramë. Dhe drama do të jetë Dramë që do të vihet në skenë? Dua që të jetë patjetër. Do me të ëndra ime është që të jetë në skenë. Tash nuk e di nëse do ta realizoj, unë do ta shkruaj tani të tjerë të bajnë, dhe dua të trajtoj atë raportin që kemi ne me cili është limiti mes njeriut normal edhe të çmendur, apo sa të çmendur jemi, kush është më shumë më pak. Do me thonë për na çon tek psikologjia që tha dhe studentja Fitoria, që je edhe psikologe. Pra, do të shkosh te psikologjia për këtë rol, ose për këtë lloj drame. Po ka, ato janë gjëra që i lexojmë, do me thënë ajo literatura lexohet një jetë e tërë, që normal psikologjia është edhe pjesë e studimeve gjuhësore. Unë merrem me gjuhësi kognitive. Gjuhësia kognitive merret me mënyrën se si funksionon truri në raport me gjuhën. Si truri e percepton gjuhën. Po plus që librat e psikologjisë i lexon gjithkush, mendoj janë. A do me ju përgjigj Fitores? Fitores. I mbajtën mend pyetjet? Pyetja e parë ishte... Majlinda shkrimtare, çfarë i thot sot Majlindës së vogël? Majlindës së vogël, asaj të voglës fare, i them që nuk je keq, ja ke dalë, diqysh, ke bërë ato gjërat që ke dashur të bësh. Okej. Shumicën e gjërave po, bile ndoshta edhe më mirë. Edhe më mirë? Po. Se më kujtohet, unë kam lindur në diktaturë, dhe ne nuk kemi pas lodra, mund kemi pas një makinë edhe kemi ruajtur, ose i kemi bërë aeroplan, kemi pas se i kemi bo me kalamba, edhe kemi shëtitur. Kështu që nga që nuk isha me qëfar të luja, merja lexoja gazeta, do me thënë kam mësuar të lexoj dhe të shkruaj nga gazetat 4-5 vjeqë. Kur kam shkuar në shkollë, i kam ditur gjitha dhe për mua shkolla ishte shumë monotone. Se futesh i ditë gjitha gjërat, e ndoshta ajo ka qenë edhe ajo prirja për të shkruar, për të pikturuar, për të bërë gjëra, sepse kur ti nuk e... Aty e ka piknisje. Po fëmijët e sotëm kanë çdo gjë. Edhe kreativiteti është vjet pak... Pyetja e dytë, nëse prej krejt librave që i keni shkruar dhe që do t'i shkruani, doni me u mbajt në mend prej njerëzve veç një fjali. Cila do t'ishte ajo fjali? Nuk e di. Është pyetje shumë e vështirë. Nuk e di sepse leximi është shumë personal dhe çdo njeri shikon diçka tjetër, çmon diçka, është shumë subjektiv, por unë vetëm dua të them që Fitoria më bëri përshtypje diçka tjetër që tha, unë shpresoj të bëhem vetëm sa gjysma juaj. Fitoria është një nga studentet më brillante që unë kam pasur në jetë. Është një nga studentet që në universitet vjen një herë në 10 vjetë. Po Fitoria është aq modeste, tani e kam mbaruar masterin në Katolika të Milanos për didaktik të italishtes dhe ka qenë brillante me profesoreshën, me shefen e degës, ajo e ka prezentuar atje me respekt të jashtëzakonshëm, sepse është një studente që flet 5-6 gjuhë me sa di unë, në mënyrë të shkëlqyeshme, dhe jam shumë e lumtur që mes tyre ka zgjedhur edhe italishten. Edhe unë uroj që me Fitoren punoj bashkë shumë shpejt. Uroj të punoj me ta. Faleminderit shumë Fitore. Faleminderit. Do ta shohim një LED tani me disa fotografi. Shohim se çfarë kujtime, histori, gjërat kaluara me gjyshrit, ha? Po. Ai shikimi aty ai shikimi i gjyshit dhe ajo buzëqeshja e gjyshes flasin shumë. Unë jam rritur kështu, do me thënë. Gjyshrit e mi më kanë marrë në shtëpinë e tyre kur kam qenë shumë e vogël, kur kam qenë bebe, se mami ka qenë akoma në studime për mjeksi dhe e dini që mjekësia nuk është hajgare. Edhe gjyshja ka qenë edukatore në qerdhe, kështu që unë e rris vajzën. Për mu, ata janë prindrit e mi. Edhe aromën e gjyshës akoma e ndjej, do me thënë. Kur gjyshja ka shku, për mu ka qenë
humbja më e madhe që mund të kem pasur në jetë. Gjyshrit janë ajo, që është thonë janë pjesë e zemrës. Kanë një rëndësi të jashtëzakonshme, aq të madhe, aq i fortë është impakti i tyre te njeriu, te fëmia, sa që italianët menduan t'u jepnin çmim gjyshërve për kontributin e jashtëzakonshëm që bën gjatë pandemisë dhe që bëjnë gjithmonë. Imagjinoni në këtë jetë frenetike, mos të kesh dikë që ta merr fëmijën nga shkolla apo ta çon nga shkolla vetëm aq. Me thënë. Ata janë rritur në varfëri ekstreme, si shumica e shqiptarëve në Shqipëri, edhe pse kanë qenë gjyshi, ka qenë super i shkolluar e tjera, po s'ka rëndësia, është një histori tjetër. Me gjithë vështirësitë e mëdhaja që ka pasur ky njeri, që ka qenë temperament shumë i fortë, kur, më thënë, ai është zënë me gjithë kënd, është zënë, ka qenë njeri shumë i drejtë, ama gjyshen me gjyshen, kur nuk e ka ngritur zarin. Çfarë do lloj gjëje të ketë ndodhur, me gjyshen ai ka qenë gjithmonë qenia më e butë që ekziston. Kështu që ai është modeli. Dhe këto fjalë sigurisht kanë shumë peshë sot kur kemi parasysh mënyrën se si po jetojmë pa gjyshërit. Shumë familje janë pa gjyshër. Po. Fatkeqësisht. Faleminderit shumë për këto fjalë, Majlinda. Do ta shohim ledin tjetër, për arsye kohe. Këta janë dashuria dhe përgjegjësia ime. Edhe unë mendoj që shumë pak i shijoj fëmijët e mia, me sigur që prindrit e mi shijojnë më shumë, sepse ata janë gjyshër, ndërsa unë jam më tepër ajo, duhet bësh këta, kujdes atë, por jam përgjegjësi e madhe, jam me shumë fat që i kam, edhe shpres, do me thonë, uroj që të rriten të bëhen njerëz të mirë. Do me thonë, mama e dy djemve. Djaloshave. Po, Davidi dhe Arioli. Ku janë? Momentalisht janë të dy në Itali, Arioli është duke... Se ty të bie të udhtosh, i merr vete... Po. Davidi është vinë edhe në Kosovë edhe në Itali, po Arioli momentalisht është duke studiuar për sound design, për kinema, për kinematografi në Rom, ndërsa Davidi është i vogël, akoma është në shkollë. Kanë shkruar ndonjëherë letër? Jo. Qa thua nëse të them se kam unë një letër nga djemët e tu? Nuk besoj, sepse janë... Unë jam njëri... Jo, nuk besoj asnjëherë. Është e pamundur. Nuk po beson? Jo që nuk të tash. Mu më duket që djemët e mi e kanë ndjeshmëri kështu 0. Janë të kujdesshëm, por nuk janë emocional. Po ta lexoj letrën, e ti në fund të ndosë apo më beson, as po më beson. Okej, s'është e mundur. Aftësia jote për të përballuar sfidat me forcë dhe vendosmëri kanë qenë për mua një shembull i vazhdueshëm. Kjo është fjalia e parë. Urtësia dhe përvoja jote më kanë ndihmuar të marr vendime të rëndësishme dhe të lundroj përmes momenteve të vështira. Ti gjithmonë ke kërkuar të më mësosh vlerat e rëndësishme në jetë, si këmbguljen, ndershmërinë dhe mshurinë. Dua që ta dish se të respektoj thellësisht. Jam i vetëdijshëm për gjithçka që ke bërë për mua dhe sa shumë të detyrohem. Ti më ke treguar se forca nuk është vetëm fizike, por edhe emocionale dhe shpirtërore. Të jem mirënjohës për dashurinë tënde të pakushtëzuar dhe për praninë tënde të vazhdueshme. Je nëna më cool në botë dhe një mike e vërtet për mua. Jam krenar për ty. Madje, këtu thot, jemi krenar për ty. Me dashuri dhe respekt, Arioli dhe David. E pabesueshme. Do ta mbash kujtim. Të rjetë. Faleminderit shumë, Arioli. Faleminderit dhe David.
Faleminderit shumë. Të rjetën, është dhurata më e bukur që kishte mundur ndonjë njeri të më bante ndonjëherë. Jam shumë e befasuar se, sikur Arioli thash, është shumë artist, po është introvers, nuk shprehet, prandaj u habita... Ka pas më atlet në letër, unë e lexova. Faleminderit shumë Ariolit, edhe ti je super cool dhe unë jam shumë krenare që je, ashtu që je, mbi gjitha je vetvetja. Faleminderit shumë Ajlinda që ishe sot. Faleminderit Resul shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Knaqësi, librin Shtëpia pa pasqyrë do ta lexoj me shumë kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit shumë. E përcjellim me një duart trokitje profesoreshën Majlinda Bregasi. Apo e merr edhe letrën. Po. Faleminderit. Mirupafshim, faleminderit. Natën e mirë. Natën e